Hajde shoq, si je? A je mirë? Mirë se i gjeta. Unë pak e kom shfletu, po libri është koxha i pasën, përgëzoj për këto. Ky është një komplet i konferencave për shtyp Trugova, si më thonë. Qëllimi është me bo një bashkëbisedim shoq me ty e kom prit mëti. A shkojmë dhe në studio? Shkojmë. Hajde urdhna shoq. Pse jo? Shtypja e parë ishte një vend gjigant. Pritja e parë që bëhe atje të martë me të mirë Amerika. Kjo është kravata originale e mbi 8 frashërit. Motoja e Zërit Amerikës është thotë, lajmi mund t'jeti mirë, lajmi mund t'jeti keq, por ne do të them të vërtetën. Ajo filloi me ardhjen e Rugovës në Amerikë. Cili është dallimin mes mërgatës në Evropë edhe në Amerikë? Dyert e Kongresit i ka hapë Joseph Diogo. Departamenti i Shtetit tha, aja tha është organizatë terroriste për Serbinë, po është ushtri shërimtare për Kosovën. Na nuk e kemi luksin më prish me Amerikën. Shaqir Saliu, miku im, të dëshiroj shëndet dhe shumë faleminderit për këtë bashkësim. Faleminderit për juve. Ishte kënaqësi. Thank you. Thank you very much. Për këto dhe shumë të tjera, këtë të shtunë në ora 21 në KTV, në emisionin Fakte me Adnan Merovcin.